Një tjetër problem që do të haset gjatë punës së komisionit në kuvend janë bashkitë minoritare. Kuvendi duhet mendoj zgjidhje që nuk ju jep zë tezave nacionaliste. Mund të nxisin situata të tilla që ai thot 2 komunat a 3 komunat që kërkon dulja të bëjmë referendum, thotë edhe të bashkohemi me Greqinë. Çfarë do bësh? Unë jam i bindur që ekzistojnë mënyra mjaft të arsyeshme për gjithë palët, përfshi dhe në përputhje me praktikat më të mira të Bashkimit Evropian, ku të ruhen të gjitha të drejtat e minoriteteve dhe pjesë e ruajtjes së drejtave të minoriteteve është që dhe t'i ofrojnë shërbime. Pra, unë besoj që çdo qytetar i Republikës Shqipërisë, qoftë ky i maxhorancës apo një minoriteti etnik, ka të drejtën që t'i ofrojnë shërbime në komunitetin e tij. Të ketë arkitekt për plan urbanistik, të ketë punonjës social, të ketë jurist për bërë planet vendimet e Këshillit Bashkiak, të ketë mundësi të marrë shërbim në bashkinë e tij. Sigurisht do t'i marrë këto në gjuhën që ka më kollaj t'i marrë, në përputhje me gjithë praktikat më të mira antidiskriminuese dhe që i mbrojnë minoritetet, por duhet t'i marrë. Dhe është e rëndësishme t'i marrë. Pra ne duhet pikërisht për të mbrojtur çdo njeri dhe veçanërisht minoritetet të sigurojmë marrjen e shërbimit dhe marrjen në mënyrë që është më e pranueshme dhe më pranë njerëzve. Por unë besoj që nuk i bëjmë asnjë deri minoriteteve, nëse ne themi mbaje ti këtë në gjuhën tënde, po mbaj një strukturë që s'ofron shërbim. Të mos kalojmë tek hapat e fundit. Një gjë të mirë që ka vendosur komisioni ka qenë që ne do të shkojmë në terren. Ne do të jemi në secilin prej qarqeve, do bëjmë debate të hapura, diskutime të hapura në 2 faza. Në fazën e parë për sa i përket situatës aktuale dhe problematikave dhe në fazën e dytë mbasi janë propozuar disa zgjidhje.